Bota që na frymëzoi, ka vdekur. Çfarë e pret Shqipërinë? Nga Fatbarth Kadilli. Ndërhyrja amerikane në Venezuela ndihej sa i përket qëllimeve, por nuk pritej sa i përket formës. Kjo ndërhyrje shokuese e grisi ambalazhin e vjetër të botës, rendin e pas luftës së dytë botërore. Edhe në atë rend, qëllimet dhe interesat e fuqive ishin prezente, por të veshura me një mantel moral. Ky mantel ishte i domosdoshëm pasi, të tmeruar nga dy luftra botërore në më pak se 30 vjet, popujt perëndimor donin paqe me çdo çmim. Dobësia e frikës nga luftrat u shndrua nga shoqëritë perëndimore në etikën e paqes. Kjo u materializua në mekanizma ndërkombëtar që, mbi këtë moral, normuan rendin botëror. Liria, demokracia dhe prosperiteti duheshin siguruar jo me luftë, po me paqe. Perëndimi u tkur territorialisht, por jo ekonomikisht. Kontrolli mbi tregjet ishte mekanizëm për të shmangur luftrat, pa hequr dorë nga interesat. Pra, konkurenca interesave thjesht u fsheh. Kemi mbërritur në fund të kësaj epoke. Tregtia e lirë, transferimi i punës, i kapitaleve dhe mallrave, si çdo rregullimi më parshëm botror, siguruan, edhe pse në mënyrë jo proporcionale, përfitime për të dy palët, si për të fuqishmit, ashtu edhe për të dogtit. Jo vetëm fuqitë e mëdha, por edhe vendet e varfëra u pasuruan fal këtij sistemi. Ekonomitë të reja u bën konkurruese dhe e shfrytzuan sistemin po aq sa ata që e dizenjuan. Por kjo botë nuk është më. Trump është njeriu simboli i ndryshimit që kishte ardhur, por askush nuk donte ta pranonte. Kjo do të ndodhte edhe po të mos kishte fituar Trump, por aksioni dhe sjellja e tij politike i dha nxitimin e domosdoshëm ndryshimit. Bota, edhe pse nuk ka ende një sistem të ri rregullash të reja, po ecën me shpejtësi dhe vendosmëri drejt ndryshimit ende të panjohur. Do të kemi një botë me filozofi, me qasje dhe me praktik krejt tjetër sa i përket çështjeve të sigurisë, të energjisë, të teknologjisë, të financave dhe tregjeve. Fuqitë e mëdha, SBA, Kinën, Rusinë, BE-n, Indinë, Japoninë e tjerë, do rirashtohen. Sigurisht, ky ndryshim i sistemit global do ketë edhe ndikim në sistemet politike të shteteve. Thënë të gjitha këto, bëhet e qartë se rasti i Venezuelës nuk është një ngjarje e shkëputur, as një çështje energjie, droge, sigurie e tjerë si këto. Nuk është as thjesht linjëzimi i njërës hemisfere, asaj perëndimore. Është zilja e zgjujimit për një botë të së nesërmes, rregullat dhe zakonet e cilës ende ne nuk i dim. Fatkeqësisht për popujt e vegjël, këto ndryshime tektonike janë fatalitete. Ndodh që marrin për mirë, e ndodh që marrin për keq. Ne shqiptarët nuk kemi as rol, por as kapacitet të ecim paralel apo në krah të ndryshimit. Por na duhet të zgjohemi. Na duhet të vëzhgojmë me alarma të që ndodh. Nuk duhet të sillemi siç kemi bërë deri më sot. Nuk duhet të sillemi si tifoza dhe bastegjinj të ndeshjeve të botrorit. Nuk ka asnjë kuptim të shërosemi dhe të rrezikojmë interesat tona, kur as nuk jemi në lojë. Si popull i uritur për të bërë pjesë e qytetërimit perëndimor, duhet të shohim me alarm çdo krisje apo rivalitet mes SBA-s dhe Europës, jo të zgjedhim për konsum të brendshëm njërën skuadër kundër tjetrës. Lëvizjet e derisotme tregojnë se SBA nuk janë më garantues të sigurisë për Europën. Europa duhet ta përballojë vetë sigurinë e saj, duke ju rikthyer industrisë armatimeve, teknologjisë së lartë, forcimit të kapaciteteve ushtarake. Kjo do të thotë më pak para për shërbime dhe mbulim social. Po ashtu, SBA nuk është më garant i zhvillimit ekonomik evropian. Balancimi i tarifave, dikur të favorshme për Europën dhe të pafavorshme për Amerikën, i siguruan ekonomive europiane tregje për prodhimet e tyre, në dëm të atyre amerikane. Çfarë SBA-ja e kompensonte me mjete financiare dhe burime energjetike që kontrollonte. Tashmë Europa do duhet jetë kompetitive në teknologji, burime energjie, në fuqi punëtore dhe dinamizëm financiar. Të dy këto komponent paralajmërojnë një të ardhme të afërt plot pa siguri ekonomike për BE-n. Pos këtyre dy aspekteve, që mund të shihen shumë të drejta, jo vetëm nga këndvështrim amerikan, ka dhe zhvillime të natyrës politike. Qasja e re e mbrojtjes dhe avancimit të interesave kombëtare nëpërmjet projektimit të forcës është shoqëruar edhe me retorikë nacionaliste. Në dokumentin strategjik të SBA-s, inkurajohen qartazi partitë europiane me filozofi nacionaliste. Për shumë kënd, ky qëndrim mund të duket se lidhet me orientimin politik dhe dallimet mes të majtës e të djathtës, apo mes establishmentit dhe forcave antisistem. Jo, në thelb ato inkurajojnë tharmin e një fryme që vjen në pikpyetje vetë ekzistencën e BE-s.
Asgjë më shumë se nacionalizmi nuk e shkatron projektin e BE-s. Me shtrëngim ekonomik dhe me përhapje të ideologjive nacionaliste, mbi BE-n fryn re të zeza. E sigur që BE do të reagoj, dikush duke u rikthyer me dashuri ideologjike, manifesto t'i Ventones, për një Europë socialiste, dikush si Gjermania, duke riprojektuar forcën si fuqi e dikushme europiane, dikush duke ndjekur rrjedhat me qasje pragmatike, dikush duke synuar shkëputjen dhe rikthimin tek sferat e influencës rajonale. Nuk marr përsipër as të analizoj, as të parashikoj se ç'do të ndodh. Nuk marr përsipër as të them se çfarë është më e mira të ndodh, por di që ne jemi duke incituar të kalojmë pragun e një BE-je, që nuk është dhe nuk do të jetë ajo shtëpia e përbashkët që mendonim dhe njihnim. Mbase kur të vi momenti që porta e BE-s të hapet, mund të mos ketë më BE fare. Ky fërkim mes perëndimorëve dhe kjo paqartësi për zhvillimin e BE-s janë çështjet që duhet na shqetësojnë, janë çështje që duhet na bëjnë të mendojmë pa pasion, pa ngurtësim politik dhe ideologjik, pa inerci të verbër gjithashtu. Na duhet jemi krijues dhe elastik për t'u përshtatur me ndryshimet dhe të shtrojmë si sot rrugët e aleancave të qëndrueshme përpallë çdo skenari të mundshëm. Por perëndimi, SBA dhe BE nuk kanë qenë vetëm aleat. Ato kanë qenë edhe modeli i qeverisjes, sistemi politik që jemi përpjekur ta kopjojmë. Ndryshimet e tyre do të reflektohen edhe tek ne. Urdhri i kohës për mendimin politik është të ndërtojmë aleancat e qëndrueshme dhe pragmatike për interesat tona kombëtare, dhe njëherës të përshtatim sistemin politik më efektiv për kapacitetet tona.